Prej disa kohësh, fansat e Donald Veshajt kanë vënë re mungesën e tij nga skena muzikore, ekranet televizive dhe më së shumti rrjetet sociale. Aktori, këngëtari dhe moderatori i njohur, i cili për vite me radhë ka qenë një nga figurat më të përfolura të showbizit shqiptar, duket se ka vendosur të marrë një pauzë nga bota e zhurmshme e famës. Burime pranë artistit bëjnë me dije se Donald Veshaj është larguar përkohësisht të ekranit dhe muzikës për t'ju përkushtuar një pasioni të vjetër të tij, pikturës. Prej muajsh, ai po punon në studio private, ku ka krijuar disa vepra të cilat, sipas miqve të tij, janë shumë personale dhe mbajnë brenda emocione të forta. Nga ana tjetër, ne duhet të rikujtojmë se Donald Veshaj është mjaft i lumtur me martesën e tij me Bora Zemanin. Ata janë çifti më i njohur i showbizit shqiptar dhe çdo dalje e tyre bashkë bëhet menjëherë lajm.